Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se të premten dhe në ditët e fundjavës së kaluar, si rezultati i aktiviteteve, përkatësisht kontrolleve të trafikut të kryera nga punonjësit e policisë në rrugët në mbar vendin, janë lëshuar gjithsej 2553 urdhërpagesa, nga ku shumica prej tyre për shkelje të dispozitave të ligjit për siguri në komunikacionin rrugor. Pjesa më e madhe e gjobave është për shkak të tejkalimit të shpejtësisë dhe parkimit të gabuar. Nga 2553 gjoba të lëshuara, 545 janë në parkim të gabuar të automjetit dhe pothuajse po aq, gjithsesi 543 për shkak të tejkalimit të shpejtësisë. Gjithashtu janë regjistruar 150 shkelje për shkak të përdorimit të celularit gjatë drejtimit të automjetit, 340 urdhërpagesa për mospërdorim të ripit të sigurimit. MPB sqaron se gjatë fundjavës 252 pjesëmarrës në komunikacion janë gjetur pa patent shofer. 104 persona kanë vozitur nën efektin e alkoolit, 7 kanë kaluar në semafor të kuq, ndërsa 12 këmbësor janë sankcionuar. Sipas ligjit për automjetet, gjithsej 81 vetura janë larguar nga komunikacioni. Prej tyre 28 për shkak të defektit teknik, ndërsa 58 të paregjistruara. MPB thekson se kontrollet e trafikut do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, ndërka që bën thirrje qytetarëve që të respektojnë rregullat e komunikacionit.